dhe ato lulet që i ka hedhur në projekt janë jetë njerëzish, janë shtëpi të cilat ato me djersë dhe me gjakun e tyre i kam dëmtuar. Mos të përpiqemi të kuptojmë të pakuptueshmen, zoti Muka, se do na bënte dëm neve pastaj. Idriz, të lutem, një pyetje me datë 16, si do të vazhdojë rezistenca juaj nëse ju kanë lënë afat për t'ju shkatruar pronën dhe shtëpinë dhe historinë dhe të ardhmen? Edhe një herë se nuk e dëgjoj zotin Idrizi. Edhe pak çaste, të lutem. Shoh që kam pamundur ta dëgjoj Isuf Idrizin, megjithatë do të rikthehemi, sigurisht do të kemi një sy tek çështja. E kemi? Okej, dakor Idrizi. Më dëgjoni. Po. Unë për vete personalisht, bashkë me të afërmit që kam më afër shtëpisë time, do rezistojmë deri në fund, ta thash edhe përpara. Unë po mundohem të gjej atë të duhur që të vetë atje sipër, se unë kam shtëpinë me tarac, atje do rri, edhe ta shofi, kush të vi i paj, atje do bjeri. Që du jetën më unë, 70 vjeç, vi nga emigrimi vetëm për këtë punë. Ja kuptoj. Dakor, dhe do të jemi me një sy atje. Faleminderit Muka, faleminderit Idrizi. Ndërkohë, miq të dashur, do të postojmë të përpjekja për ca ndryshime